Dikur në kohët e trazuara të perandorisë së Kinës, jetonte një peshkatar i përulur në një fshat të qetë në këmbë të maleve me mjegull. Ditët i kalonte duke hedhur rjetat në lumë, duke kërkuar diçka për të ushqyer veten, për të shkëmbyer në një peshk me oriz e me çaj të ngrohtë. Nuk ishte as i varfër as i pasur, e megjithatë, shpirti i tij ishte i kënaqur, por ndjente mall për diçka të paemërtueshme. Një mëngjes pranvere, me lulet e pjeshkës i vallëzonin në erë dhe petalet që rëshqisnin mbi sipërfaqen e lumit, peshkatari vendosi të shkonte më larg se zakonisht. Ajri ishte i ngrohtë, i parfumuar nga kënga e zogjve dhe nga zhurma e bletëve. Ai vëziti kundër rrymës, përtej pembe dhe shkëmbive të njohur, derisa arriti në një pyll të dendur që nuk e kishte parë më parë. Toka ishte e shtruar me petalet e luleve, drita kalonte përmes degëve dhe bënte që bota të dukej si në magji. I habitur peshkatari ndoqi lumin thellë në pyllin e pjeshkve dhe në skajnë më të largët, pas një përdredhje të dendur hardhish e degësh me lule, zbuloi hyrjen e një shpelle të ngushtë. Ishte aq e madhe sa të kalonte vetëm një njeri. Shpella dukej sikur mërmëriste butësisht me energjinë e tokës. Plot kuriozitet e pa frikë peshkatari i largoi hardhit dhe hyri në kalim. Brenda shpella përdridhej si një tunel dragoi, por një dritë e butë dhe e pazakon ndriçonte përpara. I habitur, peshkatari pa hyrjen tjetër. Ai kishte dalë në një lugin ndryshe nga çdo vend, një stre e fshehur e rrethuar nga male të paprekura nga koha. Dielli ndriçonte bukur, fushat ishin të gjelbra me oriz dhe me grur të artë. Pemat e kumbullëse të kajsisë dhe lulet e egra lëkundeshin lehtë, por aty nuk kishte asnjë gjurmë lufte, beteje, por vetëm gëzimi i ashtur jetës. Njerëzit punonin në fusha duke qeshur e duke biseduar me butësi. Fëmijët luanin me shqiponja prej letre të pikturuara. Pleqt pinin çaj nën pemët e bukura dhe gratë këndonin teksa endin mëndafshëm ngjyrësh. Banorët mbanin rroba të thjeshta, por elegante, me stil të lashtë dhe shtëpitë e tyre, megjithse modeste, ishin të punuara bukur në dru të gëdhendur. Ata shikonin peshkatarin me sy të butë e pa frikë. Një plak i mirë ju afrua dhe e pyeti: "I huaj, nga po vjen?" "Jam thjesht një peshkatar," u përgjigja ai me përullësi. "E gjeta rastësisht vendin tuaj." Banorët e pritën me ngrohtësi, duke e ftuar të qëndronte në shtëpitë e tyre. I ofruan supë të ngrohtë, oriz të butë, fruta të ëmbla, çaj me erza. Atë mbrëmje ai tregoi histori nga bota e jashtme, tregoi për sundues, për luftra, për uri dhe lakmi. Banorët e dëgjonin me sy të hapur, disa me habi, të tjerë me trishtim. Pastaj, plaku shpjegoi: "Dikur, para shumë kohësh, paraardhësit tanë ikën nga kaosi i botës gjatë luftrave të perandorisë. E gjetën këtë lugin rastësisht dhe, ashtu si ti, zgjodhen të mos kthehen më. Që atëhere kemi jetuar në paqe të paprekur nga bota jashtë." Peshkatari qëndroi disa ditë. Zemra e tij u bë e qetë dhe e lehtë. Filloi të pyes veten nëse duhet të qëndronte për gjithmonë, sepse ky vend i ngjante shtëpisë që shpirti i tij kishte kërkuar gjithmonë. Por më në fund ndjeu thirrjen e detyrës. "Duhet të kthehem," tha ai, "të tregoj edhe të tjerëve për parajsën tuaj." Banorët e paralajmëruan që të mos fliste për vendin e tyre, jo nga ligësia, por nga frika për atë që mund të ndodhte nëse bota e jashtme do t'i gjente. Megjithatë, ata nuk e ndaluan. Peshkatari shënoi me kujdes rrugën dhe u nis për në shtëpi. Ai tregoi guvernatorit për zbulimin e tij dhe historia u përhap. Menjëherë, zyrtar dhe dietar u nisën për ta gjetur këtë utopi, por askush nuk arriti të gjente pyllin e luleve të pjeshkës. Shpella ishte zhdukur, ose, ndoshta, nuk ishte qenë kurrë aty. Rruga kishte humbur. Disa thonë se ishte vullneti i shpirtrave që vendi i paqes nuk mund të gjendej nga ambicia për pushtet. Të tjerët besojnë se ai vend ende ekziston diku i fshehur, duke pritur të zbulohet nga zemrat e buta, nga njerëzit e përullur dhe ëndërrimtar. Dhe kështu, legjenda e pranverës së luleve të pjeshkës vazhdon të jetojë si një ëndër për harmoni, thjeshtësi dhe bukuri përtej kohës.